baza e vetme ruse e cila mban avionet bombardues strategjik Tu-160. E vetmja bazë ruse? Po. Që mban këto? Po. Bombarduesi strategjik. Po. Interesant. Dhe domthon këtu aty janë të stacionuar bombarduesit strategjik që ka avionet bombardues strategjik që ka Rusia. Që bombarduesit strategjik përdoren për çdo gjë, përdoren edhe gjatë bombardimeve që bëjnë në Ukrainë, mund përdoren për lëshimin e bombave bërthamore, për gjithçka tjetër të nevojshme. Për çdo lloj rakete të kapacitetit ajër-tok. Pra është bazë e rëndësishme. Po, është baza më e rëndësishme që kanë rusët. Është sulmuar aktualisht baza më e rëndësishme që kanë rusët. Po, është sulmuar një depo karburanti në rrethinat e bazës, pasi baza është shumë e madhe, pra. Në rrethinat e bazës, normalisht kjo thyen çdo lloj bisedimi që po bëhet, pra, aspektin e saj pavarësisht deklaratave politike që bëjnë palët. Kemi të treja palët në këtë rast, pra rusët, ukrainasit dhe amerikanët, edhe pas bisedës që bën me Trumpin, që edhe rusët thanë, edhe rusët po jemi dakord për një pushim 30 ditor, edhe amerikanët edhe 30 ditor, po. Edhe ukrainasit thanë po edhe ne deri diku jemi dakord për një pushim 30 ditor. Veprimet në terren tregojnë që gjitha palët nuk kanë interes që të ndalet lufta. Për interesat ndryshme. Gjitha palët thua dhe SBA-ja? Edhe SBA-ja për arsye sepse kjo lloj goditje në këtë bazë 700 kilometra nuk mund të bëhet pa informacionin strategjik të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe pa drejtimin me anë të satelitëve në këtë goditje, patjetër. Pra, pavarësisht asaj çfarë u bisedua, pavarësisht asaj çfarë thuhet, realiteti mbetet ai hidhuri që palët do ta vazhdojnë luftën. Dhe kjo goditje dhe goditjat e Rusisë si kundërpërgjigje në territorin e ndryshme, në Odessa ishin dron. Pikërisht kjo thyen çdo lloj mundësie që palët të bëjnë dhe e bën të vështirë çdo lloj bisedimi i cili mund të fillojë javës tjetër, pra është parashikuar që të hënën të fillojnë bisedimet në Arabinë Saudite dhe bën të vështirë çdo lloj bisedimi për palët. E bën të vështirë për arsye se në rast se palët bien dakord, pra kemi dy palë, pra amerikanët dhe rusët, të cilët thonë që ok, ne jemi dakord për këtë dhe secila palë shtron atë kërkesat e saj, pra paraprake në parim, pra. Dhe e para që duhet ndali është ky informacioni strategjik, pra ky mbulimi strategjik që Amerika i jep. Rusët kanë kërkuar këtë. Pra në rast se nuk ndalet kjo, automatikisht ata nuk do të ndalin veprimtarinë ushtarake. Pra kuptoni, pra duhet që palët të bien në një dakordsi të mesme, sepse që të kemi një dakordsi, të kemi një marrëveshje, duhet që palët paraprakisht për çdo lloj marrëveshje, çdo lloj palë, në çfarë lloj marrëveshje mund të hyjë vetëm në këtë marrëveshjen e luftës, po në çfarë lloj marrëveshje tjetër, në marrëveshje e biznesit, duhet që palët të bien në dakordsi për një përfitim të përbashkët, pra secila palë ketë një farë përfitimi deri diku. Po dhe lëshimi. Dhe absolutisht po kështu, përfitimi do vi tek lëshimi. Dhe për sa kohë nuk ka lëshime nga palët që të ulen deri diku, pra jo të barazohen, po të shohin se cila palë përfitimin e vet, pra që mund të përfitojnë nga një marrëveshje fillestare, nuk ka për të pasur ndalim të luftimeve. Dhe kjo e bën tepër të vështirë bisedimet, sepse kërkesa e Putinit që i bëri Trumpit, pra që u bë publike, që i bëri që të ndalohet informacioni strategjik, pra dhënia e informacioni strategjik Ukrainës dhe mbështetja strategjike e saj, nuk është realizuar, pra nuk e ka ndaluar, ka vazhduar dhe kjo tregon që do të vazhdojë. Pra nuk është çfarë mesazhi po japin amerikanët Putinit në rastin konkret? Sepse kemi një problem të madh. Po. Te dhënia e kësaj informacioni strategjik, aktualisht informacioni strategjik që amerikanët marrin na detyruar ta ndajnë me europianët. Dhe e kam thënë edhe më parë në një emision tuaj, ekziston një bazë e zbulimit strategjik e cila ndodhet në Canberra të Australisë. Edhe ajo quhet 5i, pra 5 syt. Po 5 syt. Atje bëhet gjithë mbulimi strategjik nëpërmjet satelitëve ushtarak dhe satelitëve të zbulimit që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë ngritur këtë qendër atje dhe atje bëjnë pjesë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Zelanda, Australia dhe Anglia. Pra, kuptoni? Janë 5 shtete dhe ky informacion strategjik, e gjitha që nxirret atje, pra nuk e kanë vetëm amerikanët. Dhe këtë informacion strategjik automatikisht e marrin edhe anglezët, edhe kanadezët, edhe australianët, edhe neozelandezët. Dhe duke qenë se po i heqim për një moment neozelandezët dhe australianët, të cilët
janë të lidhur me Amerikën dhe në momentin që amerikanët thonë që nuk keni për të dhënë informacion ata se janë informacion, po kanadezët dhe anglezët që kanadezët janë në konflikt të hapur aktualisht me administratën Trump. Pra, dhe anglezët vazhdojnë retorikën e luftës, pra të vazhdojmë luftën me Rusinë, pra kundër asaj të Trumpit, veprimtarisë politike të Trumpit, për ndalimin e kësaj lufte, domethënë nga këto të dyja ky informacion i shkon Ukrainës. Pra, mundësia e vetme është që ky informacion mos shkojë nesër, që Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndërpresin totalisht informacionin ndaj këtyre shteteve, pra të mos vënë në dispozicion satelitë e tyre për zbulim strategjik. Pra, t'u heqin atyre aksesin në satelitët e tyre. Kjo do të thotë një prishje e madhe politike, një çekuilibrim politik dhe ushtarak brenda aleancës perëndimore. Gjë që është e vështirë të ndodhi. Prandaj ky informacion do të vazhdojë të rrjedhë, pra nuk ka mundësi që të ndalet. Normalisht që është i limituar sepse nuk e përdorin dot në sasi të madhe, pra nuk përdorin dot satelitët siç i përdorin më përpara, por 1-2 goditje, 3 goditje mund të bëjnë nëpërmjet informacioni. Pra jo në shkallë të gjerë, por është e pamundur që ti ta ndërpresësh të informacion dhe është e pamundur që ti të ndërpresësh në një moment caktuar një satelit. Nga 2000 ca satelit që ekzistojnë në ajër të zbulimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra kanë akses, këto vende të gjitha kanë akses në këta satelit zbulimi, pra ti nuk e kontrollon dot se në cilin satelit zbulimi është aksesi në atë moment, pra. Pavarësisht se ajo del dhe lë gjurmë në sistem, po është e vështirë që ta bllokosh për momentin, pra. Është e pamundur të ndalosh, e vetmja mundësi është pra të ndërpritet e gjitha. Është duar jashtë, po më thua. Nuk është duar jashtë, pra unë po them që nuk ka ardhur nga Shtetet Bashkuara nga zyrtarë Shtetet Bashkuara të Amerikës të Pentagonit ndihma ushtarake në këtë aspekt, po ka ardhur nga ana anglezëve dhe kanadezëve, nuk i përjashtoj as australianë dhe Zelandë e Re. Por them ato të dyja për shkak edhe të përplasjes politike që kanë pasur me Trumpin. Dhe bëjnë të pamë dhe bëhet për të prishur çdo lloj bisedimi, pra çdo lloj bisedimi që ti ke parashikuar ta bësh, ta bën të vështirë sepse në momentin që 3 ditë përpara jemi ulur, kemi fiseduar dhe kemi thënë që okay, do ta diskutojmë të, dhe pas 2 ditësh më sulmon dhe pas 2 ditësh tjera duhet ulemi, automatikisht tema e bisedës është kjo prerja, sepse quhet si prerja mbes. Një mesazh që Trump po jep Rusisë. Jo, nuk ka japi, çfarë do. Pavarësisht këtyre nuk ka, shikoj, nuk është hera e parë që janë bërë këto, nuk është mesazh asgjë gjë, nuk kemi kaluar në atë pikën, pra pas bisedës telefonike nuk kemi ka bisedime për paqe dhe palët pak a shumë kanë shprehur le të themi ato interesat e tyre për sa i përket një paqe. Shiko, problemi është i tillë, neve duhet konceptin pra. Problemi i paqes ndahet në dy pra. Palët kanë koncepte ndryshme për paqen. Palët ndërluftuese po them. Pra që janë Rusia dhe Ukraina, bashkë me pjesën e Evropës. Pra kanë koncept komplet të ndryshëm nga njëra tjetra për çështjen e paqes. Në këtë moment është Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila edhe ato kanë një koncept tjetër për procesin e paqes. Pra kemi 3 koncepte të ndryshme paqe në këtë aspekt. Po. Dhe duhet që këto 3 koncepte paqe të vinë në një pikë të përbashkët. Pra të gjejnë një tangente të përbashkët. Dhe derisa ta gjejnë këtë tangente të përbashkët, normalisht presioni do të vazhdojë nga gjitha anët. Dhe cili është presioni që ushtrohet? Presioni që ushtrohet është presioni ushtarak. Pra, të kemi një parasysh që kur lozim me letra, pra është një lloj letrash, pra një lloj pokeri. Por në këtë poker ai që i ka përparësitë aktualisht është Rusia. Ka letrat më të mira. Absolutisht ka avantazhe më të mëdha, ka letrat më të mira, ka edhe sasi më shumë letra. Kishte letra, po godet bazën më të rëndësishme sipas. Po nuk, dakord. Po e bën mendimin e po e bën mendimin e europianëve. Në rastin konkret. Në rastin konkret, sepse Ukraina në momentin që ndalet kjo, Ukraina nuk ka asnjë kapacitet të çojë asnjë dron, asnjë raketë jashtë rrezës 160 km. Kë kam atë mundësi. Pra çdo gjë që shkon jashtë rrezës 160 km do ndërhyrjen satelitore dhe zbulimin strategjik. Dhe këtë ndërhyrje ofron ky grup vendesh që sapo përmenda, këto 5 syt që përmenda. Vetëm këto kanë këtë mundësi të ofrojnë Ukrainës këtë zbulim strategjik. Ndërkohë Dritan, kjo sulmi me dron në Odesa, ne diskutuam herës tjetër, sikur e paralajmëruam këtë gjë, domethënë ç'ne fokusi i rusëve tani është Odesa. Atë duhet kemi që parasysh fokusi i rusëve ka qenë gjatë gjithë kohës Odesa. Parasysh se në 2019-ën portin e Odesës dhe të Mikolajevit i kanë marrë nën kontroll forcat detare dhe forcat speciale angleze. Dhe atje kanë përqendruar edhe prodhimin e raketave Neptun. Neptun janë raketat që Neptun janë raketat
kryesisht kanë qenë raketa detare që përdoreshin për në det, por ata kanë zhvilluar ato më tepër, i kanë paruar ato dhe i kanë bërë edhe raketa tok tashmë. Dhe e fundit është ajo që diskutuam në një emision tuaj për raketën e fundit Neptun, që është me 800 diçka kilometra. Po, pra, nga 400 kanë bërë 800 rrezet. Pra aty është zhvillimi i këtyre raketave. Aty është baza ku zhvillohen këto raketat. Në Odessa. Neptun. Në Odessa dhe Nikolajev, nga anglezët. Dhe për këtë arsye ka qenë gjithnjë objekt që nga fillimi i luftës edhe vazhdon të jetë objekti rusëve kjo. Pra goditja e Odesës dhe Nikolajevit normalisht për të dobësuar kapacitetet e lëshimit të këtyre raketave, kapacitetet e lëshimit të raketave ndaj flotës të Detit të Zi që kanë rusët, dhe për të dobësuar totalisht përqendrimin e forcave ushtarake ukrainase në këtë territor, në mënyrë që nesër kur t'i vi koha pas 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj, siç e kanë llogaritur ata, siç e bëjnë llogari që nesër të sulmojnë Odesën, të mos ketë kapacitetet të përballojë këtë sulm të rusëve. Pra jemi përballë një përpjekje të rusëve për ta marrë, Jo, nuk kemi filluar, nuk jemi në atë, nuk kemi në atë fazë, nuk ka për momentin asnjë plan mund të ketë, por nuk ka përpjekje për të marrë. Ka disa dhëna që unë i kam lexuar, domethënë sigurisht burime jo zyrtare, por që thonë që Trump Odesën ja ka premtuar rusëve që ne diskutuam herës tjetër. Këto për mua unë t'i quaj totalisht. Pra, ne në Shqipëri këtyre themi thashe theme. Po, ndërkohë që ne përmendëm të martën këtë, Rusia... Dakord, por nuk ka nevojë që Trump t'i premtojë rusëve Odesën. Pra nuk është kjo, nuk e ka Trump Odesën në xhep, unë thashe vetëm mundësi që Odesa të bëhet diskutim midis Trumpit dhe Rusisë është që Odesa të jetë në kontrollin e amerikanëve. Dhe jo në kontrollin e rusëve. Që në kontrollin e rusëve nuk ka çfarë diskutohet, sepse nuk ke çfarë diskuton për që në kontrollin e rusëve. Nuk mund ta marrin amerikanët dhe të thonë rusëve na merrni, sepse amerikanët nuk e kanë fuqinë aktualisht, dhe s'ka kapacitet që të urdhërojnë shtabin e përgjithshëm të Rusisë Ukrainës që të tërheqë forcat në Odesa. Odesa do Rusin, pastaj Odesa do e bëjë Rusin sërish. Detin e Zi në liçen të Rusisë. Ata do e marrin në rast se vazhdojnë luftimet, ata do e marrin Odesën dhe do e kthejnë, pra do e marrin me luftë. Por sot nuk ka, pra ajo që diskutojnë, në rast se diskutojmë që amerikanët e premtojnë, atëherë cilat janë kartat që amerikanët kanë, sepse ti thua që ta premtosh, atëherë do thua që ti ke kapacitetet të ndikosh në vendimarrjen e shtabit përgjithshëm të ushtrisë ukrainase. Pra, do të thotë që amerikanët sot t'i thonë shtabit përgjithshëm të rish trupat nga Odesa. A do të ndoste kjo? Në asnjë moment shtabi përgjithshëm nuk do të rishte trupat. Pra, nuk është objekt bisedimi diçka për cilën ti nuk e ke në dorë ta bësh. Prandaj që është jashtë çdo lloj logjike në këtë aspekt që amerikanët ta bëjnë këtë premtim dhe nuk është diskutuar në gjë e tillë. Unë mendoj që kjo është një propagandë e lëshuar nga ana e Europës, e cila kërkon të justifikoj futjen e trupave në Odesa. Pra, të hyjmë në Odesa se Trump ja premton rusëve dhe të hyjmë neve që mos ta marrin ata. Pra, është një lloj propagande që krijohet ideja e tillë për të justifikuar futjen e trupave europiane në Odesa. Ndërkohë në Europë dritan ka filluar Macron, domethënë, ka filluar të flasë për të bëhemi gati për luftë. Starmeri u shfaq një nëndetse bërthamore, edhe Merz është futur në bisedime për sa i përket deterrencës bërthamore me Britaninë edhe Francën. Si e shikon këtë situatë? Pra, e gjitha kjo, thash, ndërkohë që vetë Trump u angazhua dhe premtoi gjatë fushatës për të le të themi për të ndarur luftën brenda 24 orëve, po shikojmë që ajo Europa e dobët që po themi, po bëhet